Pra kosto formale është e jashtëzakonshme, shto edhe koston informale, ku ballafaqohesh me krimin organizuar, ballafaqohesh me presionin personal, me dhunën, atëherë pastaj kjo është e kuptueshme. Jam i sigurt se mund të flasim orë dhe ditë tëra lidhe me krizën dhe arsyet e ngërçit politik që kanë në Shqipëri dhe bllokimit të qarkullimit të elitave, por unë dua të kaloj në dimension tjetër, të cilin ju e keni trajtuar sidomos në një seri shkrimesh së fundmi, është dimensioni ekonomisë në krizë, sidomos në Shqipëri, po dhe modelet tjera të Ballkanit Perëndimor, duke filluar nga sektori i ndërtimit, duke qenë se ai është lokomotiva e ekonomisë shqiptare, ka qenë vitet e fundit. Ju keni parashkuar një lloj krize duke bërë një analizë sistemike të faktorëve strukturor që e bën të pashmangshme këtë gjë. Ku e bazoni? Ndërkohë që raportet e Bankës së Shqipërisë apo të Instatit janë shumë pozitive në lidhje me. Së pari një herë, ky është një rregull i thjeshtë, ofertë kërkesë. Dhe në qoftë se kërkesa tkuret dhe oferta fryhet, ne faktikisht kemi një krizë të mirëfillt. Dhe në kushtet kur në Shqipëri ikën 3% e popullsisë çdo vit. Dhe këtë e dim jo nga Stati, po e dim nga Eurostati, i cili tregon numrin e shqiptarëve që marrin rezidencë për herë të parë, dhe që ka qenë mbi 60.000 në 2024, ka qenë mbi 70.000 në 2023. Dhe ata kryesisht të moshës aktive. Pra ne kemi tkurje të paimagjinueshme të popullsisë, dhe vetë censusi e tregoi në 2023 që Shqipëria është vendi i parë në botë për sa i përket numrit të popullsisë që jeton jashtë. Dhe është pa precedent sepse edhe vendet që kanë pasur konflikte, si Libia, Afganistani, Siria, nuk kanë këtë shpopullim dhe këtë braktisje të vendit që ka Shqipëria. Tut pastaj fusim edhe elemente të tjerë që fryrja e çmimeve që janë bërë çmime të papërballëdueshme për familje normale, për mesatare, shto pastaj edhe faktin që Po si shpjegojnë ligjet e ofertë kërkesës këtë? Jo, jam duke mbaruar. Pra nuk domethënë kjo është një devijim. Edhe shikoni, dhe nga ana tjetër kemi një super ofertë që shfryhet, janë dhe mbi 75 leje kullash mbi 100 metra. Kuptojmë që në vendet që kanë kulla mbi 100 metra të larta, janë vetëm Moska dhe Stambolli me këtë shifra. Nuk kanë qytete të tjera në Evropë. Dhe ato janë flasim Stambolli 70 milion. Pra nuk ka qytete të tjera të mëdha që të kenë kaq shumë kulla. Ato që janë në Shqipëri. Domethënë është absurditet i jashtëzakonshëm. Është një iluzion i jashtëzakonshëm dhe këtu shtohet pastaj që është thelbësore me vundukje, që shtohet këtu që kosto është rritur, taksat janë rritur, shtetërore, bazuar në referencat e çmimeve. Pra nga një anë është rritur shumë oferta, nga anë tjetër është kurrur shumë kërkesa dhe potencialisht ata që mund të t'i blejnë. Kjo është mënyrë pashmangshme. Po kjo është pyetja Adri, sepse këtu duket se ne we defy, domethënë pra çdo lloj ligjësie ekonomike. Pra nga një anë ju po thoni me të drejtë, gjitha këto janë shifra shumë sakta. Ne nuk e sfidojmë, që ne kemi dhënë 1.9 milion metra katror vetëm në Tiranë, pra ne kemi shtuar shumë numrin e leveve të ndërtimit. Nga ana tjetër është rritur jashtëzakonisht kosto e ndërtimit, gjë që është reflektuar edhe në çmimin përfundimtar. Nga ana tjetër ju sapo e thatë që kanë ikur shqiptarët dhe sidomos ata që kanë fuqi blerëse. Si shpjegohet që vazhdojnë të ndërtohet dhe vazhdojnë të blihet? Sepse nuk e kemi parë këtë krizë. Kjo është e para një herë me logjikën që po përmendi ju, që e përdorni ju, në ndi që s'është juaja kjo, kjo është liga që qarkullon më së shumti. I bie që fakti që unë s'kam vdekur deri tani, i bie që do jetoj për jetë. Me këtë lloj logjike argumenti. Sepse deri tani jam gjallë. Po s'ka plasë zakonisht. Jo, ta mbaroj pak. Ka 8 vjet që flitet për. Jo, ta plasë dhe nuk po plas. Jo, ta mbaroj pak argumentimin, se kjo është gjë e komplikuar, nuk jam si flokët që e pret sa shkur duash. Kjo do ta shtelloj pak. Se vetë hapi një temë të komplikuar. Pra, logjika bazike e njerëzve që janë të palexuar, të pastudiuar, që nuk shikojnë raporte të tjera, është që llogarisin me përvojën e tyre. Dhe kjo shpesh quhet sjellje kopeje. E bën ai pse e bën ai, e bëj unë, masi e bën ai, është budallaku që e bëj dhe unë. Dhe këtë kemi në shumë sfera neve. Nuk kemi rastësisht vende që kemi shumë kafe për kokë banorin në Evropë.